U bë më shumë se një dekadë që ne punojmë bashkë. U bë më shumë se një dekadë që ne mblidhemi çdo 2 vjet dhe flasim edhe përflasim se këtë do zgjedhim. A ishte buri mirë ai që iku? A është buri mirë ky që erdhi? E tjera pafund dhe që të gjithë që vinë, shumica e tyne si vinë ikin, vinë për fushat, mas ne i kthejnë shpinën dhe nuk i shikoni më në këtë derë. Dhe sa herë që ju keni halle, që unë shkoj për plasë me administratën e shtetit, me thonë drejtën, shpesher mi zgjidhin problemet e juja, po shpesher edhe unë vetë mes pas zgjidhje. Tashti unë po ju jap një betim. Kjo është fushata e funit që unë dal me zë dhe me figurë, dhe është fushata e funit që unë do të shkoj në çdo vend për të thënë fjalët e mia, ato fjalë që mu mi ndjen shpirti. Ju e dini që unë jam antar i Partisë Punës 1980. Jam antar i Partisë së Punës dhe për herë të parë unë kam filluar punë me Levko Bogdanin Golobordas, kam filluar punë 15 vjeç e gjys. Ju e dini që të gjithë që në atë kohë ne punonim 6 ditë dhe ditën e 7 Xhaxhi Enveri na çonte në aksion sepse nuk donte me na lënë as ditë pushim. Shumë nga ju këtu janë brezi im dhe e din fort mirë atë kohë kur ne hanim 3 herë një javë grosh dhe kishim fest për një krah pule që këta sot nuk e konceptojnë dot. Kur merrnim krahun e pulës me trisk dhe na e gatunin ditën e diel me patate, edhe prindrit tanë për të na rrit ne, mbanin rradhë në qumshit që në orën 2. Këta nuk e din. Ky ishte komunizmi për ne. Por unë kam qenë antar i Partisë Punës dhe jam eduku me punë non-stop. Jo antar i Partisë Komuniste, po antar i Partisë Punës, sepse në racën time, as ka baba, as nga nona, unë nuk kam absolutisht as një komunist në fis. Në 1990 dola në rrugë për të bajt familjen. E kam pas me tuf kalamajnë shpit, mitet motrës. E kam dalë në rrugë duke vrapu për me qitë buk në gojës. E kam dalë në rrugë duke gërthit liri, demokraci. E kam dalë në rrugë për të kërku atë gjë që ne e shifnim për natë në ndër, por nuk e bëm realitet. Kam punu 10 vjetë si kafsh. Në 1991, kur unë gërthisja, më thonin shokët e mi që unë isha rrit në Tiranë. O Luc, për qa ke e malok që gërthe? Unë e kisha për nder, u drejtoja. Edhe thosha, po, unë jam malok. Në 1997, në gjithë miqtë e mi më thoshin, malok, a e shef se qa na bot ju? Mun vitet turp, edhe ulja kokën. Në vitin 2000, kuptova se qa është politika nga gjoba e parë që kam hongër dhe nga gjoba e parë e biznesit shqiptar që ka qenë $1 milion. Dhe kam hongër unë Rozafa. Rozafa është kriju në 91 dhe është e njëjta firmë deri më sot. Dhe unë kam një emër firme dhe kam një numër telefoni. Në vitin 2000, mbasi hongra 1 milion, kuptova që vendimarrjen për ne që duhet të ecim përpara dhe duhet të punojmë. Është shumë e rëndësishme politika. Dhe fillova të kthej kokën dhe të shikoja kush na përfaqëson ne. Dhe ajo më bëri që në 2005 unë t'i besoja Partisë Demokratike që kisha dalë në rrugë dhe që ne e kishim prit me aq pasione, me aq dëshirë. Dhe të haroja vitin 1997 dhe besova fjalët e bukura që do të luftonin korrupsionin, fjalët e bukura që do të kthenin demokracinë e vërtet, fjalët e bukura që këta njerëz do ndihmonin imprenditorët, do ta çonin Shqipërinë kapitalizëm, ku vlera e njerëzve, vlera e punës, të marri vlerën e vetë, dhe ne të krijojmë këto familje që kemi. Në 2005 kam bërë gjithë Tiranën blu, e di gjithë Tirana. Dhe më thanë, ha malok, fillove prap, e bëra me vetdije, sepse po na merrte frymën korrupsioni. Dhe i besova gjithë aty në çunave të ri që erdhën nga Europa me premtimin që do luftojnë korrupsionin. Mas një viti, Rozafa, një firmë lider në det, një firmë lider në gjithë markatat europiane, një firmë lider në të gjithë jetën artistike të Tiranës, në divertimentin, në jetën e natës, ku të parët ne për herë të parë, futëm muzikën live, futëm atë që ndronim, bluzin, jazzin, e tjera, dhe kthym nga 99 deri 2005, kthym një energji shumë të madhe në Tiranë, që njerëzit kishin ku të shkonin të bënin një divertiment, ku të shikonin një Moulin Rouge, ku të shikonin një belly dancing, ku të këndonim këngët që ne këndonim dhe dëgjonim qeftas
para viteve 90. Dhe biznesi im i vrau syt, i vrau shpirtin njerëzve të Partisë Demokratike me mendësi komuniste. Dhe të parit njeri që ata ekzekutun dhe bën shembull në biznesin shqiptar ka qenë Rozafa, ka qenë Gjergj Luca, të cilit i mbyllën të gjitha bizneset. 1200 sa punëtor ka pas Rozafa në vitin 2005. I mbyllën biznesin në jetës natës, i mbyllën biznesin mas 2 muajve të peshkut. Megjithse në atë kohë ka qenë një drejtor dogane jashtëzakonshëm, një Dibran, që unë nuk harroj mirësinë e tij. Që unë nuk harroj ato 8 vjet mirësinë e disa burrave të mirë të PD-ja. Si Paldajqi, si miku im i familjes i shpirtit avukati, si ai drejtori doganës atëre, Flamura ka pas emrin. Dhe unë përfundova në internim duke pi raki, dhe duke kyç ëndrat e mia, dhe duke ardhur kujtimet çandor në për Tiranë. Në 2013, masi luftova për të ardhur kjo partia tjetër, u ktheva prapë të ëndrrat. Dhe ju jeni punonjëse këtu që në 2014 ka marrë tu për një kapanon për të pa temperament në zonës, i zonë mrekullueshme, i zonë bekume, ka marrë 2-tin, ka marrë 3-tin, ka marrë 5-tin, ka marrë 7-tin. Dhe këta qëndë që gërthasin, që më ka bo nërë mu, kjo qeveri, nuk më ka bo nërë, po më kanë vu metrin dhe më kanë matë me 180 euro metrin dhe kanë pagu. Se kjo historia medjave, që vetëm ju rejnë, ju qakarisin, ky aj dytë, ky plek, ky maskara, ky pervers, ky tillë, që s'pas ka si njeri, si shembull të mirë ky vend, që du të bëjnë pis çdo gjë. Tashti, modrat e mia, ata tjerët që kanë qenë, janë njerëz bën pis, si në administratë, si në politikë. Janë njerëz që unë kam darë dhe kam vjedh vrerë për të dy palët. Por nëse përmena 3-4 burrat mirë nga partia ime, do përmend edhe 3-4 burrat mirë nga kjo partia tjetër. Po ku ka burr si Gramos Ruçi? Po ku ka burr që të kuptoj dhe të analizoj menjen e vet, se sa i vlefshëm është për shoqërinë, dhe është i vetmi shembull në Shqipëri që ka qenë politik në të dy sistemet, që kur erdhi momenti fitimtar, Gramos Ruçi dha dorëheqjen dhe tregoi shembullin më të mirë të politikës, që këta njerëz duhet të rriqen nga politika kur e shohin që nuk kanë ç'a japin më. Të njëjtit njerëz, të njëjtit lumra, të njëjtat fytyra që 2005 mu më kanë vjedh jetën, dhe ja kanë vjedh jetën 1200 familjeve që Rozafa mate, me rroga shumë të mira në atë kohë. Dhe janë të njëjtit njerëz, me të njëjtat fjali, me të njëjtën demagogji, me të njëjtën pafyrësi, me të njëjtën papurni, që kanë kurajo dalin para jush dhe rrejnë. A kanë fëmijë të shtëpia këta plena? A du t'i majnë fëmijët këtu, apo i qojnë jashtë? A du në ndërtu këtë vend, këta horra? Që nuk bojnë të gjithë bashkë për ta çuar Shqipërinë atje ku ne e meritojmë. Shqipëria ka mbi 10.000 ndërmarrje prodhuese. I bëj thirrje nëpërmjet jush, gjithë prodhuesve të Shqipërisë, që janë hallëxhi si puna ime, që ngrenë mëngjes me punë, e bin me flejt, e nuk flen as i moment, duke lidhiz menja për etiketa, për temperatura, për punëtorë që mungojnë, për njerëz specializuar. I bëj thirrje të gjithëve. A e kuptojnë këta kolegët e mi? A e kuptojnë këta vëllezërit e mi? Se çfarë do të thotë që të thysh barierën e kufirit evropian për ne që jemi prodhuesa? A e kuptojnë këta njerëz? A e kuptojnë këta njerëz që unë ngarkoj kamionin nga puna juaj, nga durët e juaja, nga djersa juaj, dhe e çoj në bari, dhe kam 10 klient, 12 klient për distributu mallin, dhe duhet paguaj për çdo klient 400 euro, 500 euro. Po për çfarë? Këto euro nga i hequn? Këto euro i heq nga gjaku juaj, nga puna juaj. Po për çfarë duhet i bëj unë gjithë ato analiza? Po për çfarë duhet merrem unë me gjithë to historina, me gjithë to pagesa? Po për çfarë duhet merrem unë pa fund letra, pa fund pralla, pa fund kontrole, pa fund përdhunime, pa fund degenerime në të gjithë kufit e Ballkanit dhe në të gjithë kufit e komunitetit evropian? Ora i shohin këta prodhues këto gjona. A e dini ju që këto lek
që ne pagujmë, janë kosto e shtuar, dhe ne nuk na lejohet për me qu rrogat e juja, sepse duhet pagujmë këto kosto se kemi një limit. Cili nga prodhuesit shqiptar nuk është 50 euro, 100 euro, 150 euro mbi kufirin minimal? Cili nuk do nga prodhuesit shqiptar që të ketë mundësi të pagujë 200, 300 euro më tepër punëtorët që të jenë më të lumtur, që të punojnë më me qef, që të na besojnë më shumë? Për çfarë ne nuk ndahemi, kemi një dekadë me njëri tjetrin? Se nuk e rrejmë. Po për çfarë ne nuk rrejmë? Se jemi të shnetshëm. Po për çfarë gërthasun Partia e Punës, dhe tashti i kam çuar një fjalë tjetër, Partia e Punës dhe e të vërtetës që del nga puna, nga durët e juja. Ajo është e vërteta që këta horra, që ka pardisën duke majtë peng politikën 40 vjetë, këta zagar, kanë kurajo tashti, edhe të dalin kundër dëshirës shekullore të këtij veni për të hyrë komunitetin evropian. Nga ky takim modest me gratë të 2 fabrikave, unë i bëj thirrje gjithë biznesit shqiptar, dhe është era funit dhe këtë radhë unë do ta baj fjalën. Do të dalë në çdo kompani prodhuese, do të dalë në të gjithë Shqipërinë dhe do të takoj gjithë prodhuesit dhe t'i bin telefonit tim të më mirëpresin për të bërë gjithë bashkë dhe për të pas burrnin për të dalë haptas dhe për të pas burrnin për t'i thonë që ato dhoma tregtie që ne na përfaqësojnë dhe dhoma industrie janë rren, nuk janë tonat, sepse ne nuk kemi kohë për të marrë me dhoma tregtie, me dhoma industrie, po janë të krijuar nga klyshat e politikës, të djathtë dhe të majtë, për t'i shërby vetes vetë dhe për t'ju lënë juve në gjumë dhe për të ngretë disa probleme këta, kupton apo jo, dhe për të kapë në gjo. Dhoma tregtisë angleze, dhoma tregtisë italiane, dhoma tregtisë turke, dhoma tregtisë Bangladeshit, dhoma tregtisë kineze. A kuptoni ju çfarë bëhet me këta horra apo jo? Këta nuk janë biznesmen që merren me këto pallavra. Këta janë hajna, janë legena. Biznesmen janë ata që prodhojnë, jo ata që spekulojnë. Bravo, bravo. Tashi, Me ta bani. vallahi faleminderit, po unë është historie e madhe kjo e politikës që tashi se vjen me qesh nga këto historinat e thirrjes, po faleminderit ju që më ndoni e më respektoni, që më ndigjoni edhe që ndjeni ato që flas. E nuk e keni bë këtë punë tashti, po e keni bë këtë punë 10 vjet rresht. Dhe nëse më ka njëri që mund ka fal besim, bova ki në momentet saktume dhe më shumë se familja ime. Besimi që më keni dhonë ju, mu më manë kom. Besimi që më keni dhonë ju, mu më qonë pesh. Besimi që më keni dhonë ju, mu më bo me krah, me vrapu dhe me morë pjesë të çdo shqetësim, të çdo përkushtim, që ne nuk i tregojmë, që kemi qunë fëmijët e grave tona që se kanë pas mundësin në për shkolla, që bëjmë për ditë me aq modestin tonë, sa kemi mundësi edhe me fjalë mirë, kupton? Edhe nëse unë kom borxh që rinë në Shqipëri, dhe nëse unë kom borxh i gërthas, dhe nëse unë kom borxh që i them këto fjalë, është borxhi juaj, është borxhi i besimit që ju më jepni mua. Kjo është historia. Dhe çanol, më vjen keq edhe për një njeri që unë e du shumë, për një njeri që e njoh që fëmijë, për një njeri që ka qenë gjithmonë idealist, për një njeri që unë e besoj, për një njeri që kur punoj kom mas e 10 njeri për para që mos ta turbnoj para syve çdo sekond. Dhe them, o Zot, mirë unë i kom kaq njerëz që më duan, po dhe ai duhet kuptoj që kjo është kategoria. Këta janë njerëzit që i besojnë dhe atit. Nuk janë njerëzit që ai burri i ka për rreth, po jeni ju që i besoni atij burri. E kuptova apo jo? Dhe për mos me deviju bisedën, unë do t'i kthehem prap prodhimit. Përse ne nuk duhet të eksportojmë qumësht, nuk duhet të eksportojmë djath, nuk duhet të eksportojmë sallam, nuk duhet të eksportojmë në produktet e mishit. Përse ne kemi kvota për açukën,
Unë tashti gjithë ju gra që janë 2 fabrika në Çuket Rozafës, një këtu, një në Gramsh. Unë filloj dridhem sepse fillojnë mbarojnë kuotat. Pse ne i kemi këto kuota me komunitetin evropian? Pse ne nuk i eksportojmë këto gjona? Dhe kuotat mbarojnë që në qershor, dhe ne jemi pa kuota. Pse? Sepse komuniteti evropian bën politikën e vetë. Dhe ju kuptoni që në momentin që ju bëheni, ne bëhemi antar të komunitetit evropian, ne nuk kemi më kuota. Dhe kuptoni diçka që të gjithë ju, të gjithë ne se kur të jemi në komunitetin evropian, ju kuptoni që ne kemi një legjislacion si ata, kemi një avokat shumë të madh, që ka për të luftuar për ne, që s'kemi për të pas më kuota, që janë më korrekt me gjithë produktet bujqësore, që nuk ka për të pas më mllëf që lule shtrydhet, e aty në njerëzve që punojnë ditë natë, kur të shkojnë në komunitetin evropian, mos bëhen politika që jo do të fusim të Marokut, ose do të fusim të tjetrit, dhe kjo gjoja ka pak pesticid, ose ka pak këtë, ose ka pak atë. Të gjitha prodhimet bujqësore të atyre njerëzve që punojnë ditë natë, do të marrin vlerë, sepse do jenë pesticide dhe kontrollume, sepse do jenë laboratoret më të mira, sepse do të kenë mbrapa legjislacionin evropian që do t'i ruaj. Tashti, gra, unë mund të flas pafundësisht, por du ta myll, unë nuk kam zakon që të kopjoj, po du ta myll me ata 2 gjergjat që dëgjova në një miting. Ku tha, ai gjergji parë që kemi vu në atje, ka luftu, jo vetëm për këtë kombë, po ka luftu për gjithë Europën. Dhe ne kemi qenë pjesë e Europës, sepse i kemi dalë kaq vjetë në mbrojtje, qytetënimit evropian. Ky gjergji këtu, i dyti, Gjergj Fishta, që ju për ditë shkonin punë, dhe unë tek rruga jon Pavarësia, kam vu të parin njëri që fillon rruga Gjergj Fishta, ku atje shkruhet. E keni lexuar për ditë që iknin punë se çfarë shkruhet. Europë, ti kurve modit, që i rahe mohit besës Zotit. A ky është forca e qytetënimit për me da tokat e Shqipënisë për klyshat e Rusisë? Dhe vjen jashtëzakonisht mirë që Europa, më në fund, mas 100 vjetëve, pati vesh të dëgjoj thirrjen e atij gjeniu, atij gigantit letrave shqipe. Dhe më në fund të qeli derën Shqipënisë. Dhe e vetmja është ajo Europë ku ne mund bashkohemi me gjithë trojet tona, edhe të kthehemi në ato vija që kemi pas, e në atë forcë që kemi pas. Kështu që po ju lutem për herë të fundit, dhe nuk më shifni po para jush, sepse nuk do ketë më nevojë që unë dal para jush, sepse nuk do ketë më nevojë që unë them mbani krahun e këtit ose të këtij, sepse Europa është aq e madhe, dhe ne kur të hyjmë atje do të jemi një pikë ujtje e vogël, ku do jemi të detyruar të zbatojmë ligjet e atij qytetënimit të madh. Dhe nuk do kemi nevojë mo do t'i harrojmë se kush do t'jetë. Po deri atere, derisa të bëhet kjo mrekulli, që ky komb ka 600 vjet që e pret, unë ju lutem, ju edhe nëpërmjet jush, të gjithë Shqipënisë, bëhuni bashkë, lejeni këta horra politikës, dhe na çoni atje ku dum ne për fëmijët tanë. Kjo është ajo që më kërkoj.